Ky është Alfons Taraj, nga Mamurrasi, ndodhet në banesën e tij dhe është në pritje nëse prokurori do t'i dërgojë vendimin e gjykatës së apelit në Tiranë, që e ka dënuar këtë të premte me 10 vite burg. Në 2023, gjykata e Monzas në Itali e ka dënuar me 10 vite burg në total për 4 episode të ndryshme në vjedhje, grabitje, armbajtje pa leje dhe vrasje e mbetur në tentativë, ku dënimi më i lartë ishte ai me 5 vite burg i datës 11 maj 2023. Syri televizion udhëtoi drejt banesës së tij, ku Alfonsi shprehet se teksa në Itali zhvilloi gjyqi, ai pëson një incident në Spanjë, që i solli pasoja të rënda fizike. Prej asaj kohe ka humbur shikimin, njërin krah dhe aftësinë për të kujdesur për veten. Çfarë aksident? Në Spanjë. Çfarë pasojë shkaktoi? Pasojë syr, dorën, lodhave. Pra ju nuk shikoni? Fare? Prej asaj kohe? Po. S'kam dorës më në lujis. Kam prekur dhe këmë hekra. Kam dorë dhe kjo këtyrën këtë hekra. Po, këmë s'mëshën burg, komune me në kështon burg. Pikërisht për këto arsye, gjykata italiane aprovoi kërkesën e mbrojtjes që t'i njihej dënimi në Shqipëri dhe të mos se ekstradohej. Pas 9 muajsh në burg, qohet në arrest shtëpie ku ndodhet aktualisht. Babai një vajze që nuk i ka mbushur 2 vjeç dhe të cilën ende nuk e ka parë, ndonse është çdo ditë pranë saj, tregon se si ishin ditët e burgut. Po, ke në Tereza, patardi ideal për i Mamurrësit këtu, për zonës time. E ne im një modë për me harë. Kam i godë zvogël 20 muajsh. Keni parë vajzën tuaj? Ja. Do thënë ajo është 20 muajshe dhe ju... Jati Alfonsit paralajmëron se i biri nuk ka mundësi të shërbej vetes dhe nuk do e përballonte dot jetesën nëse dikush nuk përkujdeset për të. Me lot në sy, Jaku thotë se i biri po e bën burgun e tij dhe kërkon vetëm një mundësi. I shtetit, gjykatës, prokurorisë, ma lënë pak ditë më hapin lejet vetë ta shej për mikim. Se nesër me më gjamu jam mrak, se sa më shnash. Ky don 4 orë me hym boja gula. E la e shoqja se çfarë do la e fëmijë. Aqë nuk din çam me bë ku më marr ilaçin si më vesh si më ashtu. I diçka që e ka bën të kemi, pra ne e dënu. Soli bjerë hasha. Pas atij krimi ka ndodhur kjo fatë. Ka nuk ngjarje, nëse ka pas probleme më kon më. Vetëm shkojmë në burg, ke shtëpia burg, kjo është burg i kalu burgut. Unë jam babai vet. Baballar të tjerë kanë çaj ditë, po jam ta çaj për ditë. Mbaj gjatë në flas. Prena, nëna e 32 vjeçari që shoqëron të birin për çdo nevojë, thotë se Alfonsi e ka kryer fajin dhe nuk do ta kundërshtonte drejtësinë nëse gjendja e djalit të saj do të ishte normale, teksa mban në duar një librez invaliditeti. Shesi e ka përfituar statusin e verbris, që nuk shef i veç do kujdesin ton, i verbër totalisht. I bëjë ditë më ditë që jetë mirë. Veç me na dhan leje me shokun jashtë shtetit, se a djali 30 vjeç, i shalla do zoti i vjet drita asynit. Atëherë ta marrin ta fosin në burg. Po këtu më këtë gjendi nuk ka si fotet në burg. Pifnja kam si e ka këto të shap me të për plas këta volina, e ku të karikja, se nuk shef fare. Po a ka drejta njeriu kon. A ka drejta. Nuk kujdeset kërkosh, se ka një 9 muaj, ja di shpirti i tij që ka hjek. Se kështu më këtë gjendja gjëna fiqë zotit. Avokatët e Alfonsit kishin kërkuar në gjykatë të merrej përbazë, siç konventat europiane parashikojnë, dënimi më i lartë prej 5 vitesh dhe kushtëzimin e ekzekutimit të këtij dënimi nëpërmjet vënies në provë, por gjykata vendosi të kundërtën.